Jemi rikthyer tashmë në studio dhe sigurisht mentorin duhet ta kemi në linjë për të kuptuar jetën e një gazetari i cili për më shumë se 2 dekada, pra është futur në dekadën e 3, që punon si gazetar i mirëfillt, që përzgjedh mysafirët me shumë kujdes, i përgatitur mjaft. Nuk do them që ka një fatkeqësi sërish, sepse gjithmonë do citoj Borgesin kur them që verbëria nuk është fatkeqësi, është mënyrë jetese, edhe pse Borgesi, shkrimtari i njohur Argjentinas, e humbi shikimin më vonë. Mentor Mripa ka lindur i tillë, është një i verbër që sheh, sepse ka shumë të verbër që edhe pse shohin nuk shohin. Kështu që mentori është më ndryshe, është edhe këndon, edhe është gazetar, edhe është një njeri shumë i veçantë për ta pasur në rreth si mik. Besoj që këtë e thonë të gjithë miqtë e tij. Mentor, përshëndetje, besoj që tashmë të kemi në linjë. Unë bëra një prezantim shumë të shkurtër, mund të thoja shumë më shumë, por ata që të njohin, që besoj janë shumë, dinë dhe punët tua që ke bërë dhe flasin më gjatë për ty. Mirë se erdhe në emisionin Ftesë në studio. Përshëndetje Gjemi, besoj se gjithçka është në rregull. Përshëndetje për ty, për gjithë ekipin tënd që janë shumë të sjellshëm dhe për gjithë Allsat më. Faleminderit. Mentor, ti punon në radio, në fakt, je gazetar në RTK, prej vitesh tashmë, do me thënë je futur në dekadën e 3. Jam futur moti në dekadën e 3. Po, je futur moti? Vitin e 26 jam futur, do me thënë, të punësime të gjithë bashme në gazetari. Po. Je prezent edhe në televizion, shumë shpesh. Ke shumë intervista në YouTube. Arrin të bësh një dallim çdo thot të jesh prezent në TV dhe të jesh në radio, sepse në njërën më shumë shen, në tjetrën më shumë dëgjon. E di si. Intervistat kur jap është më lehtë. Kur më ftojnë si puna juaj, është më lehtë. Kur intervistoj dikën, është përgjegjësia dy fish, domethënë më e madhe, përgjegjësia për mua dhe përgjegjësia për të ftuarin, për shembull. Nuk e kam shumë problem, domethënë të jap intervista aty dhe aty. Ka shumë më shumë intervista që s'janë në YouTube, domethënë që kemi bërë dikur e janë fshije etj. Sepse ju e thatë që jam gazetar, po unë jam shoqëruar më herët me muzikën se me gazetarinë realisht. Domethënë, sepse kam edhe, siç po shihni këtu në banesën time, kam edhe mjaft shpërblime, mirënjohje të tjera, që kam fituar vite me radhë në festivale dhe në manifestime të ndryshme, prandaj e njëjtë është krejt. Nuk më prish puna në radio, në televizion, kudo qoftë. Dhe nuk është shumë me rëndësi më sheh ose s'm sheh, e shoh ose se shoh bashkëbisedues. Po, unë në fakt përmenda Saramago, një shkrimtar tjetër, që thotë që flet për verbërinë morale dhe që nuk e lidh as pak me syt të romanit i Verbëria. Dhe thotë ka njerëz që kanë sy dhe nuk shohin. Ajo është më keq, apo jo? Kështu që ti sheh në mënyrën tënde? E ka gjithkush për veti. Se di tash, unë jam adaptuar dhe jetoj kështu, si jetoj, kush më do, kush s'më do, s'më do, dhe nuk e kam shumë poenë të jetës dhe nuk jam prej atyre, nuk më keni dëgjuar kur të ankohem, të qahem për këtë punë ose për atë punë, kupton? Besoj se kjo të ka bërë një njeri më të fortë, më të përkushtuar? Kjo nuk më ka penguar që të jem i pavarur financiarisht që në moshën 20 vjeçare. Në fakt, mentor, dëshiroja të dalë këtu, sepse unë më herët kam pas Elizën, që tash ti e ndihmon me libra psikologjie, që ajo të vazhdoj studimet e saja, dhe po ashtu është... Po, dhe po ashtu është një djalë tjetër, Gazmendi, i cili ka diplomuar në shkenca kompjuterike, që nuk po gjem punë, dhe është një djalë shumë i aftë, edhe atë e kam njohur përmes teje. Do ta kemi të hënën në studio, kështu që do shohim dy shembuj. Një shembull në cilin ti trajtohesh si njeri krejtësisht normal, sepse je krejtësisht normal, bile mbi mesataren je shumë i zgjuar në plot kuptimin e fjalës intelektual. Si ndohen njerëzit normal dhe abnormal. Nëse neve që na mungon ndonjë shqis jemi abnormal, atëherë okej. Po. Në fakt, edhe Gazmendi meriton një vend pune, ashtu siç e ke edhe ti, do me thënë siç e bën me nder, me shumë përkushtim dhe më së miri që mundesh.
Po, unë mendoj që unë mendova, domethënë që do të bisedoj më shumë për art e kulturë, po nëse ju doni ne bisedojmë edhe për këtë punë, sepse unë jam integruar totalisht në shoqërinë kosovare, moti, do thotë, po para lufte ka qenë e pamundur për ne, sepse siç e dinë gjithë opinioni i informuar shqiptar, prej viteve 90, gjatë tek pas lufta ne kemi qenë totalisht okupuar dhe kemi vepruar ashtu siç kemi mundur, domethënë në mënyrën alternative tonën kemi bërë shtet. Dhe askujt deri sot nuk i intereson ose askush nuk ka faj që mentori shehe, Xhemi shehe, etj, domethënë bie fjala kështu. Prandaj unë dua dhe e përmend gjithmonë, jam kundër edhe kvotës gjinore, nacionale, edhe të njerëzve me arsit kufizuara. Domethënë unë jam për meritokracinë, gjithmonë çdo njeri duhet ta meritoj vendin e tij të punës dhe të jetë i barabartë, e jo vetëm të rri duke avankuar dhe duke shkruar statuse në Facebook se kjo shoqëri është kështu, se kështu duhet m'ia bëj kështu, etj. Po, shumë bukur. Në fakt, në intervistat që ti kam parë ti përmend Luan Hajrën, nëse nuk gaboj. Shumë herët që e ke takuar, që i ke bërë një intervistë dhe kjo paka shumë ta ka para përcaktuar për të bërë edhe këngëtar në të njëjtën kohë, po edhe gazetar. A di si, unë shprej di për veten, më duket më parë kam kënduar se që kam qarë si foshnje. Dhe kam dëgjuar muzikë shumë të mirë me një xhaxha timin, ai më ka rekomandu muzikë pak më shumë botërore, po pastaj edhe muzikë shqipe. Dhe nga këngëtarët popullore doja Luan Hajrën shumë, Luan Hajrën dies pas, dhe në vitin 82 me 9 tetor, babai im dies pas ma solli në shtëpi, domethënë më plotësua dëshira se unë kisha dëshirë. Tash e intervistova. Jo, po mos dija të intervistoj atëherë. I bëja ca pyetje, këndonim bashkë dhe kaq. Domethënë, po fillet e gazetarisë, domethënë, ashtu fillet, nëse mund t'i quaj, në shkollë merrnja ca kasetofon të ndryshëm, atëherë me kaseta kanë qenë, nuk e di kush i mban mend dritë, dhe unë isha gjithmonë ai që i intervistoja shokët e mi atje ku ishim në shkollë. Dhe unë bëhesha gjithmonë gazetari, bëheshim personalitetet ndryshme, shëndroheshim etj. Mirë po, edhe gazetarët që vinin nga radio televizioni Prishtinës i atëhershëm, njeri unë prej të parëve që e intervistonin isha unë. Domethënë gjithmonë, sepse unë merrja pjesë në aktivitete letrare, atëherë shkruaja nga pak, isha aktiv në muzikë, e të tjera. Bile, në klasën e 7 fillore, kam qenë korektori i parë i lektyrave për të verbër në gjuhën shqipe, ku unë lexoja dhe ku kishte gabime ortografike, babai im i nënvizonte. Domethënë, edhe atëherë nuk kishte shtëpi botuese në Pej, shtypshkronj, po kishte për të verbër fjala, kishte në Beograd dhe ne patëm shkuar në Beograd. Ky do të thotë është honorari im i parë. Shumë i ri pas ke marrë honorarin e parë. Po, vërtet. Dhe pastaj besoj të ka shkuar mirë me lekët, apo jo? Mirë, relativisht. Të dytin, pa e tash relativisht, milioner nuk jam, e din, bëj një jetë normal. Desha që të nxjerr në pa atë humorin që ke shumë origjinal dhe të veçantë. Të dytin e kam marrë në Zambakun e Prizrenit, ku kam dërguar një këngë, ku Reshat Randobrava, kompozitori mirë njohur, më ka rekomanduar dhe bile takova tash një ditë dhe tregoj shamiqve të mi, se ky ka qenë shtysi që të marrë pjesë në Zambak, e kam komponu një këngë ka pak kështu, domethënë me 3-4 akorde të thjeshta dhe edhe aty jemi pas pagu. Po më besoni që kam punu dhe DJ një kohë të shkurtër në një lokal me ato kasetat atëherë, domethënë në vitin 1990. E kështu domethënë, këto kanë qenë ato fillimet e mia, shumë amatore natyrisht, sepse unë edhe sot ju them të rinjve, dallimi mes profesionistëve dhe amatorëve është profesionisti fiton lek, amatori gjithmonë punon në mënyrë vullnetare, pra është vullnetari përjetshëm. Në fakt,
Profesionin me pasionin i ke gërshetuar shumë bukur, muzikën me punën në radio si gazetar, vazhdon që të bësh projekte muzikore të reja, të sjellësh muzikë, ken proces edhe një projekt që nuk do ta zbulojmë mbase nëse ti nuk dëshiron që të flasim. Kam mbaru një potpuri pres këto ditë të dalë videoja e saj. Ndërkohë ke bërë dhe covera dhe njëri ndër to është edhe një cover i Agron Berishës, Ëndër, kënga Ëndër. Po, me që jemi në Allsat, do ta përmend këtë me shumë qef, është një këngë që kam dashur shumë. Dhe në vitet 90-ta ne dëgjonim emisionin për bashkëdhetarët që transmetohej në Radio Tirana dhe gati çdo ditë e kërkonin njerëzit. Dhe kisha ëndër unë vetë ta këndoj. Për shkaq që të ndryshme nuk e takova sa ishte në jetë Agron Berisha, po kur arrita të realizoj këngën, para se të realizoj këngën, kur kisha vesh dëshirën, kur kisha kontaktuar me Riza Dolakun, unë e ftova në telefon Nagjien, zonjën Nagjie, që e përshëndes nëse rastësisht në dëgjon, Nagjie Berishën, gruan e Agronit, dhe e pyeta, i kërkova leje dhe realizova këngën në Tiranë. Edhe ka dalë një projekt mjaft i bukur. E këndova në mënyrën time, si? Nuk dëgjova. Dhe doli një projekt shumë i bukur, me videoklip. Paj, mua më pëlqen, po origjinali mbetet origjinal, po unë e këndova në mënyrën time, po orkestrimi është brillant, orkestrimi është jashtëzakonshëm. Bile fillon ta themi si gati si simfoni. Aq bukur e ka realizuar kompozitorja, orkestruesi e tjerë, Riza Dolaku, ndjes pas. Ne më vonë do ta dëgjojmë këtë këngën Mentor, por tani dëshiroj të flasim për atë pjesën e përbashkët që ne e bëjmë me të ftuarit tanë në emisione, që i ke transmetime direkta apo janë të incizuara emisionet, apo kombinim? Jo, shumicën absolute i kam direkte, po ndodh ndonjë gjë që të incizohet. Si tani që jemi drejt për drejt, apo jo? Po. Dhe besoj se kur është emisioni i drejt për drejt, qoftë ky në radio apo në televizion, ka peshën e njëjtë dhe besoj që ka dhe stresin e njëjtë. Si ndihesh në këto transmetime direkte dhe a ndodh ndonjëherë ndonjë e papritur që mysafiri të vonohet? Ndodh edhe që të vonohet. Nuk më ka ndodhur që të mos vi. Më ka ndodhur të një mysafir, po s'do ta përmend sot për hir të televizionit, është fytyrë publike, i cili më tha vi dhe serdhi, nuk e çonte telefonin vitën e fundit. Po, unë zavendësova, gjithmonë duhet ketë, unë i rekomandoj të rinjve që të kenë gjithmonë atë planin B, si thonë, dhe e realizova bile doli dhe më mirë. Po, mund të ndodhë që ta shtyj mysafiri, mund të ndodhë ndonjë gjë, të vonohet, të tjera. Po, në situatat ku jemi ne... Mentor, e di që më thes që sa herë që të kesh ndonjë mysafir të tillë, që ta vështirëson punën, unë jam gjithmonë aty. Sepse ne kemi gjithmonë disa njerëz që i kemi gati sa herë që na dështon ndonjë i ftuar, ose i del ndonjë punë, ose i del ndonjë urgjencë. A di si, unë nuk mund të flas gjithmonë për veten, por për çështje të caktuara, për shembull, keni ndonjë temë. Patjetër, për çështje profesioni. Le shpresojmë që do të di të them, do të di të flas. Emrusi përbashkët gjemi për punët e mia është mikrofoni. Do thotë mikrofoni i muzikës, mikrofoni i radios, e të tjera. Do thotë të gjitha këto i bashkon mikrofoni. Ja që sot nuk e mora, se zakonisht e vendos këtu një mikrofon të vogël që më ka ble një shokimi nga Spanja, nga Madridi, po që harova ta vë, nejse, s'është shumë rëndësi, dhe kjo është emrusi i përbashkët. Me që mentor e fillove me një këshill gazetarëve të rinj, të kenë gjithmonë një mysafir B, do doja më shumë këshilla me gjithë këtë përvojën tënde, besoj që tashmë mund të përgatisësh edhe gazetar të ashëm. Cilat janë këshilla shtesë, përveç kësaj që mysafiri B gjithmonë duhet jetë në plan? Mysafiri, unë thash ta kenë planin B, në përgjithësi, jo vetëm për mysafir, po mund bëjnë tema interesante, edhe pse unë tash vite me radhë nuk bëj emisione me kontaktuese, sepse mendoj se jam lodh dhe bëjnë të rinjët dhe nuk kam dëshirë që kjo të tjetërsohet, të banalizohet, sepse në emision të drejt për drejt mund të presësh gjithçka. Këshilla ime kryesore, po e zëm nëse mund të bëj digresion këtu në këtë rast, është një miku im flet për djalin e tij, thotë është dikun duke bërë trajnim, po i bjen gitarës, po i diun e tjera mund vinë emision, thosha ka album, tha jo, po janë duke përgatit, thosha e mirë. A kje tha ndonjë këshill, thash le të dëgjon muzikë.
Qysh? Po, le të dëgjoj muzikë. Prandaj, unë gazetarëve të rinj, këshillën e parë, nëse veç kërkohet, sepse pa ma kërku nuk jap këshilla, këshilla e parë është të mos gënjejmë. Domethënë të jemi të sinqert gjithmonë. Gjithmonë ta themi të vërtetën dhe veç të vërtetën. Domethënë për të vërtetën gjithë është shumë e rëndësishme. Mos spekuloni, mos jepni informata kurse dini, konsultoni me neve derisa jemi ende në mend, na pyetni për ndonjë gjë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse njerëzit kanë burim të informatave media, qoftë ato sociale, se në portale po shkruhet gjithçka, në rrjetet sociale po shkruhet gjithçka. Radiot dhe televizionet ndoshta janë pak më të besueshme ende, dhe kjo është shumë e rëndësishme, do të thotë që të mos gënjehet. Dhe në anën tjetër, ata që kanë dëshirë të merren me gazetari, unë mendoj që duhet të lexojnë, duhet të dëgjojnë media, të shikojnë media shumë, para se të merren. Unë për vete, kam 26 vjet, bëhen në nëntor, më 28 nëntor, më bëhen 26 vite të punës në radio. Pas ke nis me një datë patriotike, a? 28 nëntor. Po, ashtu e kemi lidh, bile kam një status atë vitin e kaluar për 25 vjetorin e punës, ku kam folë se me 28 nëntor kemi filluar këtë. Kam filluar punën në Radio Mitrovica, e desha të them unë edhe përkundër gjithë kësaj përvoje, përcjelli shumë media, dëgjoj, korrigjoj veten, shoh gabimet e mia, bile nuk kam qef shumë të dëgjoj emisionet ku jam i ftuar ose ku realizoj unë emisione, sepse kjo është shumë interesant. Askush nuk do ta shoh veten ose ta dëgjoj veten kur shkon në një intervistë. Ai që është për toke, po. Në fakt, ekziston një mit që mendojnë të ftuarit tanë, mentor, besoj edhe të tut, që mendojnë se ne që ekspozojmë më shumë media, ose në radio, ose në cilën do media qoftë, nuk kemi trem. Që s'është e vërtet, apo jo? Nuk mund të them se kemi trem, po kemi përgjegjësi. Edhe trem? Ndjenja përgjegjësi. Pa ja, unë për vete mendoj përgjegjësi më shumë, sepse kur je në etër, e fole një fjalë, shkoj, nuk kthehet më. E të tjera. Po e zëm ka qenë humoristi Cima, rasti më tha që në djes pas që ka qenë një njeri shumë i mirë, shumë i mirë, dhe ishte erdhë në emision të onë dhe nëzori 100 euro dhe tha, lutëm, tha, lënd shaj një në emision. Brez bën, se lash, nuk e lash, edhe pse shajmë ne, unë jashtë të mikrofonit natyrisht si çdo njeri, nuk jam angel unë, edhe unë shaj, edhe unë bërtas, edhe unë kam 2 milion gabime, 3 milion, por aty respektoj shumë dëgjuesin. Ditë kërkoj falje nëse ja kam huq për ndonjë gabim, për shembull. Kam ndodhur që kam huq një rezultat ose një emër të dikujt ose diçka të ngjashme. Unë pa hezitim kërkoj falje se jam njeri sikur se ata që na dëgjojnë ose na shikojnë. Askush në këtë botë nuk është më i barabartë se tjetri, po të gjithë jemi të barabartë. Kjo është. Ndonjë ndodhi të veçantë me radion, sigurisht ke, në historie të veçantë, më të veçantën që e kujton e para që të kujtojtë, se besoj që ke shumë, por... Po, unë do t'ju them pse filluam emision atë programin ton, Radio Mitrovica më 28 nëntor, ishim, do më thënë, në një banesë të vogël filluam radion pas lufte, shumë e vogël, flinim në ato thasë të ushtrisë që kanë qenë që na i sjell tek fori, pastaj në do shtretër pak më vonë të ndihmave me do qeve, me do batanie shumë të që thoshin i mbulojnë kuajt, i kam blu kuajt, ishin kushtet të jashtëzakonshme, radio mbajshëm atë. Dhe filluam në 28 nëntor me shokët e mi, apo njihet, po, hajde, dhe unë jam zëri parë që jam dëgjuar në Radio Mitrovica, pra ju flet Radio Mitrovica juaj që atë shumë e keni kërkuar në valet 99.9 MHz. Kështu disi pa ta filluar atëherë. Po ka ndodhur për shembull, kam dëgjuar një emision timin ku atë shumë e zgjata unë me hyrje, diku 7-8 minuta, gjërsa nuk ju tregova misafirin, sa që besom ne vetja mu në veret e lemo misafirt, po më ne dëgjuesit saj kam nervozu me këtë pritje, me këtë tambaj kishe endet fshehur kush është misafere, ku e di unë. Duhet ditur të gjendet ai sensi i minutave, sensi i ritmit, sensi ku duhet të shohet muzika, të mos bëhet bajat njeri. Kur e të prona, po ku duhet t'i vesh pik muhabetit. Po, pikërisht, mos jetë... Ne në fakt
po shkojmë drejt fundit, jemi në 5 minutat e fundit, mentor, dhe më duhet sigurisht nuk po i numrojmë mysafirët sa kanë kaluar në studion që ti ke intervistuar për 26 vite, duhet jenë shumë. Nuk mund të di. Nuk mund të di. Për fat keq nuk mund të di. Mund të jenë diku mbi 200 në vit, sigurisht, 300 ndoshta. Po cilat 3 intervista ti i konsideron më të suksesshme tua? E di që të gjitha janë profesionalisht të arira, por besoj që ke 2, 3, ose 1, ose 5, nuk e di sa mund të jenë që ti i veçon. Po, së pari, njerëz që s'janë jetë, domethënë, ata që i kam intervistu, këto janë intervistat më, domethënë disa i kam, disa si kanë, se i kam fshi për me cilët personazh? Bie fjala, do të them një, Rifat Kukaj, shkrimtari mirë njohur, apo jo, kolosi i letërsisë për fëmijë. Gimdeva, po ashtu kolosi i letërsisë për fëmijë. Ashtu pra dhe profesori jemi dikushëm në fakultet, në gazetari. Në intervistën, një person që ka vdek, po që kam qesh më shumë të njëtën time, ka qenë Zyra, nëse i kujtohet Zyra Fete Gashi. Po, Zyrë fotomodelja, po? Fotomodelja, ajo, bile lajmërohet një dëgjus, thëtë, Zyrë, thëtë, që bre ja marrë në emision të kjo bëdalla mentori. Unë kam qesh shumë në atë emision, dhe më thonë, nuk kam mund të përmbahem fare, kam qeshur shumë edhe me ndjes pas tani nusën e gostivarit Drita Durakun. Intervistat mëdhaja, të jashtëzakonshme kam zhvillu për shembull me Azem Brovinën, me Fadil Vokrin, Azem Brovina gazetari madh i sportit, Fadil Vokri ndjes pas ky futbollisti mirë njohur, kryetari i Federatës së Kosovës së futbollit, që ka ndërkombëtarizu, ka qenë më meritori për pranimin e Kosovës në UEFA dhe në FIFA. Shumë të tjera mentor, më një besoj. keqe që kushdo që dëshiron të shoh këtë intervista nuk i gjen askund, sepse nuk ka qasje online për këto intervista fatkeqësisht. E ke menduar ndonjëherë ndoshta të bësh një përshkrim, nuk e di, ti nxjerrësh me shkrim këta intervista që ti ke bërë në radio, që të ngelen si dokument? E di si. Për shembull, i kam disa meq që më thonë pëse s'përshkru një libër. Edhe unë e po thëmë. Mua. Jo, mërë qëfar. Jo, se kam biografi shumë. Unë kam biografi shumë edhe sepse kam qenë edhe pjesë shumë, koncerte humanitare dhe vështërsi të ndryshme, dhe me dhënë të cilat, jo që mi ka shkaktu dikush, për njerëzit, jo i madhi zot, edhe pëse s'kam pa, unë e thash, kam qenë gjithmonë luftëtar dhe askush nuk më ka shty, hajtë po të shtim punë, ose diçka, jo. Veti kam kriju me talentin, me punën time, sepse pos Radio Mitrovicës unë kam punuar edhe në Prizren edhe jetuar në 2 media tjera, ku në Radio Mitrovicë kam qenë edhe në Prizren bashkë të meluës i këtyre mediave, dhe me thënë, edhe prej viti 2002 punej në Radio Kosovë. Nuk e di, kam shumë intervista edhe të ruajtura edhe jo, e kjo duhet të rregullohet definitivisht që ti kemi në YouTube gjithmonë, dhe me thënë, edhe intervistat tona, po duhet gjithmonë të ketë video, të edhin. Handikepi në YouTube është puna e videos. Vetëm kjo është. Për ndryshe, unë i ruaj këto shumë, kam një arkiv të madhe, si që përsheni kam edhe libra shumë që më dhurojnë edhe mysafirët edhe i kam ble, po shumicën e madhe më kam dhuru njerëzit, shok, autorët e librave, edhe sepse me gjithate unë e respektoj shumë librin fizik, edhe misionet e mija janë shumë të dashura për mua, dhe nuk e di, diçka do të bëj po libër nuk besoj, sepse nuk e kam durimin të shkruaj një libër. Ti nuk bën asgjë pa mikrofon në fakt, apo jo? Te libri s'ka mikrofon. Do vazhdosh të këndosh dhe do vazhdosh të udhëheqësh emisionet e tua në radio. Po, sot kemi shëndet, po, për libër thash, u lakmoj shumë, lexoj shumë, u lakmoj shkrimtarëve, u kam shumë zili atyre që shkruajnë, po për të shkruar vetë nuk e di, ndoshta i vjen kismeti në një moment dhe shkruaj edhe unë. Po do ketë një jetë shkrim shumë. Mentor, të falenderojmë shumë për kohën. Ne do shihemi sërish në emisionet të radhës. Ky është veç prezantimi për të parë kush është mentori, çfarë punë bën, me çfarë hobi merret. Edhe kemi veçuar për ta lëshuar këngën Ëndër nga Gron Berisha, që të shohim edhe si këndon, sepse flet shumë bukur. Më bën përshtypje që njerëzit që punojnë në radio kanë një të folur më ndryshe, shumë të rregullt, të bukur, të pastër, ashtu siç e ke ti. Ne të dëshirojmë shumë suksese me emisionin tënd, shumë suksese në muzikë. Po, nëse më lejohet një fjali, patjetër.
Shkupin e dua shumë, bile kam me shokët e mi duele a Tiranën a Shkupin, unë e dua shumë Shkupin për shumë arsye. Kam qenë njëherë mysafir mati atje në Shkup, bile edhe njerë kemi gjiru më heret në Alsat me ca shokët mi. Kjo është intervista e parë kështu me WhatsApp që ja për Alsat më dhe të ti, që je një person që më pëlqenjë shumë intervistat tua. Jashtëzakonisht më pëlqenjë dhe punon mirë. Unë thash, me gjithë këto shpërblime, këto i falenderoj të gjitha jurit edhe njerëzit, posaçërisht publikun që mi ka nduruar këto shpërblime që po i shihni e që janë shumë të shumta, po që nuk janë edhe mirënjohje për punën timet në përgjithësi dhe për aktivitetet, po jam edhe juve mirënjohës që më ftuat në këtë të premtë, të ftohtë, gati vjeshtore, ku temperatura momentale në Prishtinë është 5 gradë Celsius. Edhe në Shkup duhet të jetë po aq, nuk kemi bërë matje, por e ndjejmë që është shumë ftohtë. Emisionet e mia unë filloj gjithmonë i tregoj 3 temperaturat në Prishtinë, Shkup e Tiranë. Gjithmonë në 3 kryeqendrat shqiptare. Prishtina është gjithmonë më e ftohtë. Po ka njerëz të ngrohtë si ti, mendon. Faleminderit, jam nga Mitrovica, po jetoj në Prishtinë dhe e përfundoj misionin natën e mirë, njerëz të mirë, ju njerëz me energji pozitive. Gjithmonë është kjo moto e imja, që 26 vite. Bravo. E po, ditën e mirë, njëri i mirë. Të themi kështu, njëri pozitiv? Do të dëgjojmë këngën Mentor dhe më pas do të lëm një takim tjetër, sigurisht për tema të kulturës, për emisionet e tua, për mënyrën e jetesës tënde, flasim, ndoshta kur të vish në Shkup edhe të shëtisim Shkupin, se the vetëm një herë kam qenë Shkup, apo jo? The vetëm një herë më duket, apo? Jo, kam qenë shpesh herë, thot në Alsat më kam qenë një herë, kam qenë edhe kështu. Në Alsat më, okej. Jo, e dua shumë, do të më qonin tafë që atë jonë, s'kërkoj restorane. Pa tjetër në qashin e Shkupit. Mirë të gjofshin bashkë.